Pas disa vitesh të vështira për shkak të shpërthimeve të gripit të shpendëve, kolonitë e pelikanëve kaçurel në liçenin e Prespës së Madhe po shfaqin shenja të qarta rimëkëmbjeje. Ky zhvillim është sinjal pozitiv për ekosistemin dhe përpjekjet për ruajtjen e një prej shpendëve më ikonik të Europës. Pelikani kaçurel, i njohur për madhësinë mbreslënëse dhe pendët e bardha me reflektime argjendi, është një nga speciet më të mëdha të shpendëve fluturues në kontinent dhe njëkohësisht një ndër më të rrezikuarat. Prespa mbetet një nga habitatet më të rëndësishme për këtë specie jo vetëm në Ballkan, por në të gjithë Europën. Ekspertët e biodiversitetit dhe organizatat mjedisore që monitorojnë kolonitë raportojnë rritje të numrit të individëve dhe përmirësim të kushteve të folezimit. Kjo është pasojë e punës së përbashkët mes institucioneve vullnetare dhe banorëve të zonës që kanë kontribuar në mbrojtjen e lagunave dhe ndalimin e shqetësimeve gjatë periudhës së shumimit. Pelikani kaçurel është më shumë se sa një simbol, është dëshmi e gjallë e pasurisë natyrore të Prespës. Rimëkëmbja e tij është një kujtesë e fuqishme se ruajtja e biodiversitetit kërkon angazhim të vazhdueshëm.